Të kursesh për pleqërinë është nga vendimet më të mençura dhe me ndikim afatgjatë për jetën e çdo individi. Ligji i ri për fondet e pensionit privat sjell pikërisht këtë: siguri më të madhe për kursimet tuaja dhe më shumë mundësi për të ndërtuar një të ardhme të qëndrueshme dhe të pavarur financiarisht. Përveç pensionit shtetëror, çdo qytetar ka sot mundësinë të investojë në një fond pensioni privat, sipas nevojave dhe objektivave personale. Paratë e antarit janë të mbrojtura me ligj. Ato nuk mund të jenë objekt i pretendimeve ose ekzekutimeve të kryera në emër dhe për llogaritë të kreditorëve të shoqërisë administruese. Ato veçohen nga aktivët të shoqërisë administruese dhe nuk mund të jenë pjesë e procedurës falëndimit të saj. Antari i fondit të pensionit nuk mund të vendosë si kolateral ose si garanci aktivet që disponon në llogarinë e fondit të pensionit. Fondet në llogarinë personale të antarit nuk humbasin asnjëherë. Ato trashëgohen në përputhje me legjislacionin e fuqishëm që rregullon të drejtën e trashëgimisë. Mekanizmat e mbikëqyrjes dhe raportimit janë forcuar, duke rritur sigurinë dhe llogaridhënien në çdo hap të procesit. Ligji 76/2023 është më shumë se një reformë ligjore. Është një hap konkret drejt ndërtimit të një sistemi pensionesh më të drejtë, më të sigurt dhe në përputhje me standardet europiane. Një sistem që i vë qytetarët në qendër dhe shi të ardhmen me vizion realist të përgjithësi.